Ke linë në Zvicër, jeton modi në Zvicër apo si? Jo, kam ardhë. Ke ardhë? Kam emigru. Ke emigru? Që sa gatë? Jam këtu që 12 vjetë. Që 12 vjetë? Po. Në 2000? 14. 14 në muajnë? Muajin korrik. Një muaj para te e kam ardhën. Apo? Në 2014 në qërshor. 12 vjetë edhe ti? Po. Unë do më thonë 19 vjetë i kom bu 2 ditë para se 2 ditë masi që jo mordë në Zvicër, i kom bu 19 vjetë. Okej. Hajtë për që din gjermanishtën më mirë? Ja, din bro se kjo ka A më besoj që Altini din ma mirë me full Shviz Dojq, a unë di ma mirë me full Hok Dojq. Ja, për unë nuk di hiç as Shvicer Dojq, me thonë drejtë, nuk kam punë veç me shqiptar. Po. Ideja jo do ti punon, ndoshta punon diku, apo jo, çfarë punon? Po, unë punoj në Altersheim, në Vizentis. Edhe ki punë me zvicran më tepër, apo jo? Po, aty venin ku jetoj na ma shumë folim retromanish. Okej. Do të thonë gjua kryesore retromanish. Okej. Edhe është obligative për me mësu gjuhën romanqe. Për nima? Po. Përdoret shumë kështu në jetën e përditshme në atë region? Përdoret, aty në vendin ku jetoj përdoret non-stop. Do të thonë non-stop e ki kështu obligative për Dhe si kanë qenë për ty këto 12 vite në Zvicër ti edonit? Qysh e tha dhe zonja ma herët, viti parë ka qenë pak i vështirë. Okej. Derisa jam ambjetu prej një qytetit peja, qysh është një qytet i vogël. Po. Pastaj jam marrë në një fshat, siç është Dizentisi. Normal që ka qenë shumë e vështirë, edhe kam qenë shumë e re. Edhe ma e vështira është, ma e keqja, se kur je pa familje këtu. Do me thonë se ki nanën, babën, motrat, apo vllazrit, atër është pak ma vështirë, kur je veç vetë. Do me thonë vetë ke ardhë në Po. atë? Kam qenë e martuar, tash jam e divorcuar, kam 3 fëmijë, edhe tash po vazhdoj rrugtimin tim, qysh po mundem. Nonë 3 fëmijëve? Po. Bravo, okej, edhe tash je ke hyrë në muzikës? Po, muzika është... A është hobi apo do me ndjekë si profesion? Jo, muzika është ma shumë si hobi. Po mendoj me pas edhe profesion. Amo profesion për momentin e kom flege helferin, që i bjen motor ndimse në spitalin e pleqve. Muzikën e kom pas gjithmonë hobi. Okej. Edhe jo marrë me muzikë kur kom qenë një mosh ma të vogël, 12-13 vjeqore. Pastaj e patalon se si kom pas mundësit me vazhdu. Kushtet. Renet. Renet, si më kur renet. Këtu në herë ka pas rene. Edhe tash, ja kom njës gjithë shka prej zerës po vetë.